Ishte e pritshme, Kolindo, kjo protest, se në fakt kur nisi, i kemi parë protestat, nisi një ditë dhe një numër i vogël protestuesish, i kaloi si duket pritshmërit. Dhe është dhe shumë e gjatë në kohë. Unë mendoj që ka kaluar çfarë do lloj pritshmërie, aq më tepër pastaj erdhi në një moment kur diskutoi se në shumë media ishte diskutimi kryesor ku janë shqiptarët, pse nuk po reagojnë. Kjo e ardhur edhe qoftë edhe nga protestat në rajon, që ne po shikonim se si qytetarët në shtetet fshinje po reagonin, po ngriheshin në protesta për ndryshime edhe atje të natyrave të ndryshme, por kryesorja përballë qeverive respektive dhe gjithmonë po drejtoi gishti edhe më shumë ndaj shqiptarit. Nëse shqiptari nuk arrinte të reagonte, ishte vrarë nervi i reagimit qytetar dhe unë mendoj se erdhi në momentin e duhur kjo përgjigje nga ana e qytetarëve, e cila tregoi një shkputje totale të gjithë klasës politike e cila u mundua ta organizonte qytetarin dhe ta nxirrte në shesh, por ai zgjolli që dilte në një moment kur e pa veten si një qytetar i pafuqishëm përballë arrogancës qeveritare, e cila erdhi specifikisht dhe u amplifikua në rastin e Zvërnecit. Rasti i Zvërnecit është i njëjtës natyrë me shumë investime të tjera të cilat janë kryer. Është i njëjtës natyrë me shumë afera të tjera të cilat kanë kaluar. Ku kryefjalën e kanë tek mungesa